Ajo ishte vetëm një vajzë 23 vjeçare. Ai ishte 65. Ajo vinte nga Shqipëria, pa dokumente, pa një të ardhme të qartë. Ai ishte zviceran, i vetëm, i pasur dhe me një zemër të thyer. Por fati, ai që se pyet askënd për moshë, për pasaport, as për opinionet e të tjerëve, i bëri rrugët e tyre të kryqëzoheshin. Elira lindi në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë. Një vend i heshtur, i fshehur mes maleve, ku zhurma e vetme ishte era që përplasej në pemë dhe zëri i ndonjë radioje të vjetër në mëngjes. Ishte fëmia i vetëm i një gruaje të fortë që punonte ditën natë për të arritur e vetme. Babai kishte ikur në Itali kur ajo ishte vetëm 2 vjeç. Në fillim, telefonatat ishin të shpeshta, pastaj u bën të rralla dhe më në fund u zhduk. Ajo nuk e mbante mend fytyrën e tij, vetëm zërin, një zë që me kalimin e viteve u tret, derisa u shua plotësisht. Elira ëndërronte të bëhej infermiere, jo për famë, por për të ndihmuar njerëz që ishin vetëm, si nëna e saj, si ajo vet. Në një fshat ku të gjithë mendonin vetëm për martesën dhe parat, ajo lexonte fshehurazi libra të vjetër mbi mjekësinë. Në shtëpi nuk kishte internet, por kishte një raft me libra të vjetër që ja kishte lënë një mësuese e gjimnazit. Aty e gjeti pasionin e saj. Kur mbushi 21 vjeç, mori vendimin që do t'ia ndryshonte jetën, të largohej. Një kushëri që jetonte në Zvicër i premtoi ndihmë. Me shumë mundim, ajo mori një vizë turistike. U nis me një valixhe të vjetër, 300 euro në xhep dhe një pasaport që më shumë i mbyllte dyer se sa i hapte. Kur mbërriti në Gjenev, ajo ndjeu për herë të parë se çfarë do të thoshte fjala vetmi. Qyteti ishte i qetë, i pastër, i ftohtë dhe askush nuk të shikonte në sy. Në Zvicër, ëndrat nuk vinë me shpejtësi. Në Zvicër, duhet të mbijetosh më parë. Puna e parë ishte si pastruese në një hotel. Nisi në orën 6 të mëngjesit dhe mbaronte në 5 të pasdites. Paguheshte në dorë sepse nuk kishte dokumente. Jetonte në një dhomë të vogël, pa dritare, me 2 vajza të tjera që flinin turne. Kur binte nata, ajo qante në heshtje. Kishte ditë që nuk kishte as për bukë. Vetëm një vend e bënte të ndihej e gjallë, biblioteka e qytetit. Aty ndjente sikur bota e ftohtë përreth nuk ekzistonte. Ulej, hapte libra për mjekësinë dhe ndjente një dritë të vogël brenda vetes, kujtesën e ëndrrës që e kishte sjell aty. Një ditë, ndërsa lexonte një libër mbi anatominë e dhemrës, ndjeu një prani pas vetes. Një burri flokbardh, me pallto gri dhe sy të qetë, po shikonte librin që mbante në duar. "E ke ëndër të ndihmosh të tjerët?" e pyeti ai me një zë të butë, me theks të lehtë frëngjisht. Elira ngriti kokën, e hutuar. Nuk ishte mësuar që dikush t'i fliste. "Po, kam dashur të bëhem infermiere", tha me zë të ulët. Ai buzëqeshi. "Është një ëndër e bukur, quhem Peter. Kaq mjaftoi." Që nga ajo ditë filluan ta shihnin njëri tjetrin shpesh. Në fillim vetëm në bibliotekë. Ai vinte çdo të enjte në të njëjtën orë. Pastaj e ftoi për kafe. E ndihmoi me përkthimin e disa fjalëve në frëngjisht. I tregoi për jetën e tij, për gruan që kishte humbur 10 vite më parë, për shtëpinë e qetë buzliqenit, për netet kur zgjohej dhe ndjente se askush se priste më. Elira e dëgjoi në heshtje. Nuk kishte njohur kur dikë që fliste me aq sinqeritet. Ai e pyeti një ditë: "Kur ke qeshur për herë të fundit?" Ajo nuk e dinte përgjigjen. Ditët u kthyen në javë, javët në muaj. Peter i solli një bicikletë të vjetër. E mësoi të voziste në rrugicat të Lozanës. I bleu një libër të ri mbi mjekësinë, në frëngjisht. Ajo i gatuante byrek dhe i tregonte për Shqipërinë, për fshatin, për nënën që e priste. Kur ai e dëgjonte, syt i mbusheshin me mall. Në fytyrën e saj, ndoshta ai shihte diçka që i kujtonte rinin, jetën, dashurinë që kishte humbur. Një mbrëmje, në ndritën e një mampe të vjetër, ndërsa ajo po përgatiste çaj, ai tha: "Nuk më ka bërë askush të ndjehem kështu, pas kaq shumë vitesh." Elira ngriti syt. Në shikimin e tij kishte diçka që e trembi, dashuri e sinqertë, e pastër, por edhe e ndaluar. "Peter, e di", i tha ai, "e di çfarë po mendon, mosha ime, jeta ime, por ndonjëherë zemra harron të numëroj." Ajo uli syt. "Njerëzit do flasin, do thonë që e bëra për interes." "Le të thonë ç'të duan", u përgjigj ai. "Zemra ime e di të vërtetën." Në Zvicër, pranverat vinë ngadalë, dhe me pranverën erdhi edhe guximi. Pas një viti të plot lidhjeje të fshehtë, ata u martuan. Një ceremoni e vogël me 2 dëshmitar dhe një fotograf që nuk dinte asgjë për historinë e tyre. Elira nuk veshi fustan nusërie, vetëm një fustan të thjesht blu, por sytë e saj,
Sytë e saj ishin plot dritë. Ai vuri unazën në gjishtë dhe përshpëriti. Për çdo ditë që më mbetet, dua të kem pranë. Në Zvicër çdo gjë është e rregullt. Trenat, oraret, njerëzit. Por zemra, ajo nuk ka rregulla. Pas martesës, jeta e Lirës ndryshoi, por jo në mënyrën që ajo kishte menduar. Ajo nuk u bë gruaja e pasur e një zvicerani. Përkundrazi, jeta u bë më e qetë, më e thjeshtë, por edhe më e thellë. Shtëpia e tyre ishte një vilë e vogël buz liçenit Lemën, me mure të bardha dhe dritare të mëdha nga ku hyn dritat e diellit të mëngjesit. Në mëngjes, Elira zgjohej herët, përgatiste kafen për Peterin dhe shpesh qëndronte duke parë nga dritarja me filxhanin në dorë. Uji i liçenit shkëlqente, zogjt këndonin dhe ajo ndjente një qetësi që se kishte njohur kurrë më parë. Por nën këtë qetësi, diçka e vogël e brente çdo ditë. Peter kishte momente kur duke i lodhur si i humbur. I fshihte, por sytë e tij nuk gënjenin. Një mëngjes, kur po i lidhte shallin përpara se ai të dilte, ajo vuri re se duart e tij dridheshin lehtë. "Je mirë?" e pyeti. Ai buzëqeshi, me atë buzëqeshi që përdorin njerëzit për të fshehur dhimbjen. "Jam thjesht pak i lodhur, mos u shqetëso." Por Elira nuk ishte më një vajzë naive. Ajo e ndjente se diçka nuk shkonte. Ditët kalonin. Ai filloi të kishte vështirësi në frymëmarrje, sidomos kur ngjitej në përshkallë. E binte veten se ishte mosha, por një natë, ndërsa po flinte, ajo dëgjoi zhurmën e një frymëmarrjeje të rëndë, të thellë. E preku në shpatull. Ai nuk u zgjua menjëherë. Kur hapi syt, fytyra e tij ishte e zbeth. Ajo donte ta çonte menjëherë në spital, por ai nuk pranoi. "Nesër, Elira, nesër të lutem, sonte dua vetëm të rri këtu, me ty." Dhe ajo ndenjë zgjuar gjithë natën, në heshtje, duke e parë tek flinte, duke u lutur që ai nesër të mos ishte vonë. Të nesërmen, Peter shkoi te mjeku i tij. Elira e priti në shtëpi. Kur u kthye, sytë e tij ishin të kuq, por buzëqeshte. "Çfarë tha mjeku?" Ai u përpoq ta shmangte. "Asgjë serioze, do më japin disa ilaçe." Por kur ai doli nga dhoma, ajo pa në xhep një flet të palosur. Ishte raporti mjekësor. Lexoi me duar që i dridheshin. Kardiomiopati ishemike kronike. Prognoza 5 deri në 6 vjet jetë. Botës i ushua drita. Zemra i rahu fort. Ajo ul në dysheme dhe qau pa zë. Kur ai u kthye, ajo se përballoi dot heshtjen. "Pse nuk më the?" i tha me lot në sy. Ai uli kokën. "Sepse nuk doja që të më shikoje si të sëmur. Doja të më doje si njeri, jo si barr." "Ti nuk je barr," i tha, "je gjithë arsyeja pse unë zgjohem çdo ditë." Ai i mori duart me ngadalë. "Kam jetuar gjithë jetën duke ndjekur rregulla, duke qenë korrekt, i ftokt. Pastaj erdhe ti, dhe mësova se jeta nuk është vetëm për të ekzistuar, por për ta ndjerë." Ajo e përqafoi fort. Për herë të parë, ndjeu frikën e vërtet, frikën e humjes. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta. Peter filloi të marrë mjekime të forta. Kishte ditë kur nuk ngrihej nga krevati, por Elira nuk e la veten asnjë çast. I lexonte libra, i përgatiste çaj, i vinte muzikë të butë në sfond. Një natë ai i tha: "E di që njerëzit flasin për ne, që mendojnë se ti je këtu për interes, por kur ti më shikon në sy, unë ndjej se jeta ime ka kuptim." Ajo i vuri dorën në zemër. "Kjo zemër nuk më gënjen. Unë të dua, Peter, jo për atë që ke, por për atë që je." Ai qeshi lehtë. "Atëherë, më premto diçka. Çfarë do? Kur unë të mos jem më, mos e harro pse ke ardhur këtu. Ti do të bëhesh infermiere, do ndihmosh njerëz, është ëndra jote, mos e varros me mua." Elira qau në heshtje, nuk i dha përgjigje, sepse si mund të premtonte jetën pa të. Vitet kaluan ngadalë. Sëmundja nuk u ndal, por as dashuria jo. Ata bën udhëtime të vogla në qytete fqinje, shkonin në liçen, ushqenin pëllumbat dhe qeshnin për gjëra të thjeshta. Për botën, ata ishin një çift i çuditshëm, për njëri tjetrin ishin gjithçka. Një digdimri, Bora mbulonte çdo gjë jashtë. Peter ishte ulur pranë zjarrit me një libër në duar. Elira po përgatiste çaj. Pa pritur, ai foli. "E di, ndoshta nuk do kem kohë të gjatë, por dua të lë diçka pas. Jo pasuri, diçka që të kujtoj dashurinë tonë. Mos fol kështu, të lutem." "Jo, dëgjo. Dua të lësh diçka për botën, jo vetëm kujtimin tim.
Ai buzëqeshi me vështirësi. Një ditë, kur të jesh infermiere, ndihmo dikë që është vetëm, ashtu siç më ndihmove ti mua. Elira ju afrua, u ul pranë tij dhe i vuri kokën mbi supë. Në atë çast, ajo kuptoi, kjo dashuri nuk do matet kurrë me vite, por me momente. Në mbrëmje, ai la një zarf në tavolinë, një letër e shkruar me dorë, brenda një fjali. Nëse dashuria jonë është gabim, atëherë bota ka harruar ç'është e drejta. Ajo e ruajti letrën, edhe sot është në një kuti druri pranë krevatit të saj. Në ditët që pasuan, Elira mësoi diçka që shumë njerëz se kuptojnë kurrë. Dashuria e vërtet nuk ka nevojë të jetë e përkryer, mjafton të jetë e sinqertë. Dhe ndonjëherë, ajo lind pikërisht aty ku askush nuk do ta kërkonte. Midis një vajze pa dokumente dhe një burri që e dinte se po e humbte jetën. Por fati nuk ishte gati t'i linte të qetë. Në pranverën e vitit të 5 të martesës, gjithçka do të ndryshonte. Një mëngjes, Elira e qeti Peterin në kopsht të ulur në stol, por këtë herë ai nuk u ngrit më. Dita kur Peter ndroi jetë ishte e qetë. Liçeni shkëlqente në ndjellin e pranverës, por shtëpia ishte e mbushur me heshtje. Një heshtje që dukej e trash dhe e rëndë, një heshtje që Elira e ndjente deri në shpirt. Ajo e gjeti ulur pranë tavolinës, me duar të ftohta dhe sy të mbyllur. Ai nuk foli më, as nuk hapi syt kur ajo e mori për dore. Vetëm një letër ishte vendosur mbi tavolinë, e shkruar me dorën e tij të dridhur, por të qetë. Elira e mori letrën dhe ul pranë zjarrit. Filloi të lexonte. Elira, nëse po e lexon këtë, atëherë jam larguar nga kjo botë. Nuk do të jem më aty për të parë të qeshësh, për të mbajtur dorën, për të treguar se dashuria mund të jetojë përtej çdo gjykimi. Por dua që ti të mbash ëndrrën tënde gjallë. Mos u ndal, mos u ndjeu. Bëhu ajo infermiere që ke dashur të jesh. Ndihmo dikë që është vetëm, siç kam qenë unë. Nuk dua që të prekësh asgjë nga pasuria ime. Nëse do ta bësh, bëje për njerëz, jo për vetveten. Dashuria jon ka qenë e jashtëzakonshme, e papërshtatshme për syrin e botës, por për ne ajo ka qenë e vërteta më e madhe. Kujtoje gjithmonë, gjithçka që duket e gabuar për të tjerët, mund të jetë gjëja më e drejtë për ty. Të dua, për gjithmonë, Peter. Elira qëndroi e shokuar. Letra dridhej në duart e saj, por zemra e saj filloi të ndihet e çliruar. Peter kishte menduar për gjithçka, edhe pas largimit të tij nga kjo jetë. Në vend që të merrte trashëgimin, ajo u ngrit dhe vendosi të ndryshonte gjithçka për të tjerët. Familja në Shqipëri dhe komuniteti shqiptar në Zvicër reaguan. Si mund të ndodhte kjo, pyetnin disa. Martesë me plakun, për pasaport, thoshin të tjerët. Por askush nuk e kuptoi dashurinë e vërtet që kishte ekzistuar midis tyre. As ata që folën më së shumti nuk e dinin sakrificën, dhimbjen dhe sinqeritetin që e kishin mbajtur lidhjen të gjallë. Elira nuk e preku trashëgimin. Ajo e ktheu pasurinë e Peterit në diçka që do të jepte jetë dhe shpresë, një klinik të vogël për të moshuar në Gjenev, me emrin e tij, Maison Peter. Kjo klinik nuk ishte vetëm një vend për të dhënë shërbim mjekësor, ishte një vend ku dashuria dhe kujdesi për të tjerët mund të ndiqej përtej çdo kufiri, moshe dhe paragjykimi. Në çdo dhëm të klinikës kishte një foto të Peterit dhe një mesazh. Dashuria nuk matet me mosh, as me pasaport, as me status. Dashuria matet me zemrën. Elira u bë infermiere. Çdo ditë ajo kujdesej për të moshuarit që nuk kishin dikë tjetër. Çdo natë ajo mendonte për Peterin dhe për atë që kishte mësuar. Dashuria nuk ka rregulla. Një ditë ajo solli në jetë një vajzë me sy blu, të qeshur dhe të ndritur. Ajo e quajti Amela, një emër që simbolizonte fillimin e një jetë të re, të lirë dhe të mbushur me dashuri. Në këtë moment, Elira kuptoi se nuk kishte turp më nga e kaluara e saj. Përkundrazi, ajo ishte e fortë dhe e lirë. Dashuria që kishte ndarë me Peterin ishte e pastër, e vërtet dhe e papërsëritshme. Ajo e shndërroi dhimbjen në forcë, paragjykimin në arsye për të bërë më shumë për të tjerat dhe kujtimin e Peterit në një legjendë dashurie që frymëzon të gjithë ata që ndihen të humbur. Dashuria nuk ka nevojë të justifikohet. Ajo nuk matet me mosh, gjendje apo pasuri. Ajo ekziston kur dy njerëz e ndajnë sinqerisht, pavarësisht gjithë paragjykimeve të botës.
Nëse kjo histori të preku, lëre një koment më poshtë. A do të kishe bërë të njëjtën zgjedhje në vendin e saj? Mos haro të bësh like, të abonohesh në kanalin ton dhe ta ndash këtë video me dikë që ka nevojë të dëgjojë se dashuria nuk ka rregulla. Ne tregojmë histori që askush tjetër nuk i tregon. Faleminderit që qëndrove deri në fund.